Këtu ku jemi, këtu është shtabi dhe drejtimi detashmentit mbështetjes rajonale. Është vitin që shkoi ka përfunduar rekonstruksioni i ploti i Godinës. Si jeni? Zyra, Si kaluat? Shëndetje, majore. Si kaluat? Zyra për shtabin dhe komandant dhe klasa kabinete. Mengeli është pjesë një nyje aktive, do të thoja, gjithë rrjetit të bazave në vendin tonë, që synojmë ta fuqizojmë me kapacitete, me personel dhe ta bëjmë sa më shumë operacionale, duke ditur që është pas që përdoret për qëllim. Të organizon nga Ministri i Mbrojtjes, që parashikon ngritjen e ndërtesës multifunksionale, ndërtesë hoteleri me gjitha shërbimet mbështetëse, ndërtesë për kompanitë operacionale, ndërtesë për qendrën stërvitore të emergjencave civile, depo logjistike, është parashikuar aksesimi i një nyje hekurëdhore, stacioni hekurëdhor, ngjitur me gardhin kalor hekurëdhore, me idenë për të funksionuar dhe si vend tranzit i NATO-s, për të dislokuar. Ne kemi parashikuar vendin e uljes helikopterëve, vend për akomodim kontinierësh, dhe parqe fushore, si dhe pjesa pastaj nga gjysma e lartë do të jetë poligoni kërkim shpëtimit për emergjenca civile, ku është parashikuar. Që kemi edhe tunele këtu, a? Po, kemi edhe tunele me gjithë aksesor, plus një ujëmbledhës, plus depo uji, dhe vende pastaj pushimi për pjesën e efektive. Atëherë, kryetar, ajo që vlen ndoshta edhe për të gjithë bashkinë, është fakti se ne po vijojmë të zhvillojmë një rrjet bazash me përdorim të dy fish. Dhe Mengeli është pjesë e atij rrjeti kombëtar, ku praktikisht po shtojmë funksionalitete, po shtojmë sipërfaqe, po shtojmë forca, duke ditur që jemi në një fazë rikutimesh intensive. Dhe në këtë mënyrë rijetëzojmë reparte të vjetra, të cilat fillojnë të japin mbështetje edhe për efekt të emergjencave civile. Kjo nuk do të thotë që nuk rriten kapacitetet edhe për komponentin luftarak, komponentin luftimi, por sa herë përpiqemi të trajtojmë një nevojë ushtarake, luftarake klasike, përpiqemi të adresojmë edhe një nevojë civile. Djemë dhe vajzat e Mengelit që është vërtetë janë angazhuar në mbar vendin gjithë këto vite. Po kanë pas kontribut edhe gjatë shujës zjarrit, po edhe tash edhe përmbytjet. Edhe në përmbytjet e kohëve të fundit, dhe do vazhdojnë ta bëjnë patjetër. Kështu që ajo që është e rëndësishme është që të vijojmë shpejt me gjithë përmbylljen e infrastrukturës mbështetëse, në mënyrë që pranverat të na gjejë edhe me mjetet e para që vinë dhe përforcojnë flotën e Mengelit këtu përmes industrisë ushtarake. Ajo që është shumë e rëndësishme është ajo që thatë për sa i përket pozicionimit të Mengelit në korridorin 8, ndaj është përzgjedhur si një bazë ku ne do vazhdojmë të investojmë për të përmbushur edhe detyrimet e Shqipërisë për sa i përket kapacitetet e pritse për trupat e NATO-s, dislokime. Ne kemi testuar korridorin 8 së fundmi me shërbitje të NATO-s, shërbitje me vendet aleate. Ndaj është e nevojshme që të kemi edhe kapacitete pritse për gjatë korridorit 8, sepse është një korridor sigurie, një korridor logjistike. Gjatë periudhës së zjarreve kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe një gatishmëri shumë të madhe të gjitha strukturave të emergjencave civile, duke i pasur edhe pranë qytetit, për të qenë të sinqert, dhe patjetër edhe kur kemi pas nevojë. Në fakt Elbasani këtë vit, Bashkia e Elbasanit, por edhe gjithë qarku në përgjithësi nuk kemi pasur probleme me përmbytjet. Ka qenë një situatë të cilën e kemi menaxhuar me pastrimin e kanaleve, kullues edhe me gjithë pjesën e punës paraprake që është bërë, por ne jemi të qetë sepse dim që kemi një mbështetje në fakt afër Elbasanit, edhe në 3 kilometra nga Elbasani kemi një bazë e cila na mbështet. Si jeni? Si kaluat? Përshëndetje të gjithëve. Tela, si jeni? Si kaluat? Përshëndetje. Si jeni? Gëzohen. Si kaluat? Si qishit ulluni? Doja e para njerë t'ju falenderoja për dy arsye thelbësore. E para njerë se nuk nguroni asnjëherë si efektiv këtu që t'i bashkangjiteni misioneve që ndonjëherë nuk janë përshkrimi i punës dhe i detyrës tuaj klasike, që është e vërteta.
të mbeten në një forcë aktive për kapacitete dhe angazhimet natyrës luftarake, por emergjencat civile janë kthyer në një pengesë të qëndrueshmërisë të infrastrukturës dhe përpasoj duhet t'i përgjigjemi. Kështu që e para janë shumë mirënjohje dhe shumë falënderime edhe në emër të kryeministit për çka bëni gjatë gjithë kësaj periudhe. E dyta, synojmë që t'ju kthejmë në kushte sa më komode këtu, jo vetëm komanda, po të filloj gjithë reparti të rihetëzohet edhe të mund të keni akomodim sa më të mirë, qoftë për pjesën e fjetjes, qoftë për pjesën e ushqimit, qoftë për pjesën e mjeteve që ju vendosen në dispozicion, edhe ky është dhe një angazhim që t'i vijojmë investimet dhe do vazhdojmë në investimet këtë vit patjetër me Engelin e kemi përparësi. Dhe e treta, gjithmonë me bashkinë duhet funksionojmë si dy njësit pandara, duke ditur edhe nevojat që ka bashkia për qarku dhe duhet falenderoj edhe kryetarin për ndihmesën që ju jep, sepse përveç është ndihmë ndërsjellë dhe këto janë shumë i vetëdijshëm. Plani zhvillimor, ku parashikohet të ndërtohen 2 godina për kompaninë operacionale. Kjo është një godinë multifunksionale që pretendojmë të jetë përqendrës servitore. Kemi ri, Fjetja, se është mirë të kuptojnë njerëzit me shërbimet mbështetëse. Nuk ndërtojmë hotele, po ndërtojmë është me gjithë facilitetet shërbime mbështetëse. Këto janë 4 depo logjistike që do të jenë edhe për bazën, por edhe për pjesë tranzitore. Qartë. Këtu në këtë pjesën të pritet të vi të nxjerrim Hekurullën dhe këto janë sheshe kontinierësh për pritje tranzit. Një kuptoj. Është parqe mjetësh dhe komplet pastaj nga këtu deri në fund është i gjithë poligon kërkimi shpëtimi. Ku kemi parashikuar, këtu është depo ujit, kemi ujëmbledhës dhe këto janë godinat proj është këtu. Ne kemi këtu në djathtë, ku është parashikuar edhe të ngrejmë një mini liqen këtu, që do shërbej edhe për stërvitje, por edhe për kreativ, për shlodhje. Kemi edhe pjesën që mendohet jetë fush për uljen e helikopterëve. Këtu është një poligon, e kemi ndërtuar aktualisht poligon për qitje, që përdor efektivat e komandës mbështetëse, gjithë strukturat vinë bën qitje këtu, është goxha bashkohor. Dhe pritet tash të heqim ndërtesat e vjetra dhe këtë kemi menduar, gjithë ky projekti është i shtrirë në faza, në 3 faza investimi. Faza e parë përmbledh ka godinën numër 5, 4-ën, 3-shin dhe godinën 11. Pastaj depot janë në fazën e 2 të investimit dhe faza e 3 pastaj poligoni dhe aspektet e tjera mbështetëse. Qartë.